Bie rregulli tradicional, kolesteroli i lartë shoqërohet me jetëgjatësi më të madhe. Studimet sugjerojnë se në popullatat e moshuara, kryesisht tek personat mbi 60 ose 90 vjeç, nivelet e larta të kolesterolit total ose LDL mund të shoqërohen me jetëgjatësi më të madhe, duke kundërshtuar rregullin tradicional, sa më i ulët kolesteroli aq më i mirë. Sipas studimeve të fundit, Agjencitë Kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjegjëse për kërkimet biometrike dhe të shëndetit publik. I njohur si paradoksi kolesterolit, studimet tregojnë se kolesteroli moderuar deri në atë të lartë tek moshuarit mbështet një funksion më të mirë imunitar dhe riparim qelizor dhe nuk rrit domosdoshmërisht vdekshmërinë. Gjetjet kryesore përfshin jetëgjatësia tek të moshuarit. Studimet e kryera në Sardegnë, Itali, zbuluan se 90 vjeçarët me nivele LDL mbi 130 mg për decilitër kishin një mbjetesë mesatare më të gjatë se 3.82 vjet sesa ata me nivele kolesteroli nën 130 me një jetëgjatësi 2.79 vjet. Paradoksi, një analizë e kryer tek mbi 68.000 persona mbi 60 vjeç nuk gjeti asnjë lidhje midis kolesterolit të lartë të keq, LDL dhe vdekshmërisë së lartë dhe në disa raste kjo lidhej me një jetëgjatësi më të gjatë. Funksioni biologjik. Kolesteroli vepron si një infrastrukturë biologjike thelbësore për riparimin e qelizave, prodhimin e hormoneve dhe mbrojtjen imunitare, cila është veçanërisht e nevojshme ndërsa trupi plaket. Rivlerësimi i rreziqeve. Ndërsa kolesteroli jashtëzakonisht i lartë mund të jetë edhe problematik, nivelet e moderuara tek të moshuarit nuk duket të jenë njëjti faktor rreziku për sëmundjet e zemrës si tek popullatat më të reja. Konteksti është çelësi. Këto gjetje vlen posaçërisht për popullatat më të vjetra, jo domosdoshmërisht për të rriturit më të rinj ose të moshës së mesme, për të cilët kolesteroli i lartë mbetet një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj, për të moshuarit, një nivel më i lartë i kolesterolit nuk tregon domosdoshmërisht një jetëgjatësi më të shkurtër, edhe më shumë studime është e lidhur me një jetëgjatësi më të madhe.